përmbledhje e ngjarjeve që karakterizuan javën që po lën pas në vendin tonë. Presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani dhe Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sfejsla në javën e kaluar kanë qëndruar në pikën kufitare në Bërnjak dhe kanë vizituar gjithashtu edhe bazën policore në Jasovek dhe kampin Belveder, derisa kanë falenderuar policët për shërbimin dhe mbrojtjen e sovranitetit të vendit dhe qytetarëve pa dallim. Osmani u ka ndarë policëve edhe medaljen presidenciale për siguri si shenjë vlerësimi për punën e bërë. Kjo vizitë e presidentit Osmani në Bërnjak erdhi pak orë pas largimit të barikadave dhe rikthimit në punë të kësaj pike kufitare dhe asaj në Jarinje, të cilat ishin jashtë funksionit. Në natën e ndërrimit të motmoteve, kryeministri i Kosovës Albin Kurti vizitën e parë për vitin 2023 e ka zhvilluar në klinikën e ginekologjisë në Qendrën Klinike dhe Universitare të Kosovës. Ai është pritur nga stafi kujdestar i kësaj klinike dhe ministri i Shëndetësisë Arben Vitia. Ndërsa nga kjo klinik u bë e ditur se fëmia e parë që ka lindur në vitin 2023 ka qenë vajzë. Pas tensioneve të fundit në veri, kryeministri Albin Kurti ka kërkuar rritje të numrit të trupave të NATO-s në Kosovë. Një rritje e trupave dhe pajisjeve ushtarake të NATO-s në vendin tonë do të përmirësonte sigurinë dhe paqen në Kosovë, dhe po ashtu edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor, kështu ka thënë Kurti në një intervistë për gazetën Gjermane Welt. Në Kosovë zakonisht ishte bërë traditë që në fund vit dhe për përvjetor të pavarësisë së Kosovës të falen të burgosurit. Por këtë praktik, tash e disa vite nuk po zbaton presidenti aktual i Kosovës, Vjosa Osmani. Përkundër që SHKK ka konfirmuar se në zyrën e saj janë përcjell 196 kërkesa për falje, veprimet e të parës së shtetit po kritikohen ashpër edhe nga KMDL-ja. Kjo sipas këshilltarit për media nga presidenca ka ndodhur për shkak se komisioni nuk i ka rekomanduar faljen e asnjë të dënuarit presidentes. Komisioni themeluar me vendimin e Presidentes së Republikës së Kosovës për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për falje gjatë vitit 2022 ka shqyrtuar gjithsej 196 kërkesa për falje, por asnjëra nga këto kërkesa komisioni nuk i ka rekomanduar faljen e ndonjë të dënuari Presidentes së Republikës, ka thënë Kupina. Një shtetës i huaj është shpëtuar nga ekipi shërbimit të kërkim shpëtimit malor të Kosovës. Ai ishte lënduar si pasojë e një rrëshqitje. Një intervenim është kërkuar edhe asistencë e helikopterit të KFOR-it. Jemi kontaktuar nga një person i cili ka qenë së bashku me viktimen dhe në bazë të koordinatave e kemi gjetur. I kemi ofruar ndihmën e parë dhe e kemi dërguar në spital. Gjendja e tij ishte stabile. Ka pasur thyrje në disa pjesë, por ka edhe lëndime në boshtin korrizor. E kemi kërkuar edhe asistimin e KFOR-it me helikopter. Kjo për shkak se në këtë pjesë ka të ftohtë dhe nuk kemi dashur të humbim kohë, thuhet në njoftimin e shërbimit malor të Kosovës. Autostradës Arben Xhaferi pritet të shtohet edhe një hyrje dalje e re. Kjo planifikohet të bëhet në fshatin Gërlic, e që pritet të shfrytëzohet nga banorët e Vitis, por edhe disa fshatrave përreth Ferizajit e Kaçanikut. Pas përfundimit të projektit dhe elaboratit të shpronësimit, ka filluar procedura e prokurimit për kyçje, por i shfrytëzojmë këto muaj të dimrit për të përfunduar procedurat në mënyrë që në pranverë të fillojmë me punime. Kështu ka shkruar Hysen Dormishi, zëvendës ministër i infrastrukturës së transportit. Ngjarje tragjike në Prizren. Në orët e para të mëngjesit të 3 janarit, në një lokal natën e Prizren ka pasur të shtëna me armë zjarri, si pasojë e të cilave ka ndruar jetë një person, ndërsa një tjetër është plagosur. Të dy viktimat janë nga Kuksi, ndërsa dorasi dyshohet të jetë pronari i lokalit, ndaj të cilit organet e rendit kanë caktuar mas paraburgimi. E gjithë ngjarja thuhet se filloi me një zënk rreth pagesës për shërbimin që morën viktimat, e që thuhet se dolën pa e paguar fakturën. Dhe kjo sipas të gjitha gjasave e shtyu të dyshuarin Dibran Hoxhaj që të gjuajë në drejtim të tyre. Gjithsesi që procedura penale për në rastin në fjalë ka vazhduar dhe vazhdon edhe gjatë ditëve në vijim. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, në vendin tonë pritet të ketë rënje të çmimeve rreth 6%, por mendime të ndryshme kanë thënë përfaqësues të biznesit.
Shkalla e lartë e inflacionit është shënuar gjatë vitit 2022 në Kosovë. Për shkak të krizës globale që ka shkaktuar pas pandemisë lufta në Ukrainë, në vitin 2023 pritet që të ketë një ulje të çmimeve në rreth 6%, kështu ka thënë guvernatori i BCK-s Fehmi Mehmeti. Rritja e çmimeve e ka vërfëruar shumë qytetarë gjatë vitit 2022, ndërsa masat e ndërmarra nga qeveria janë parë gjithsesi si të pamjaftueshme. Pas rikthimit të qetësisë në veri të Kosovës, Washingtoni ka kërkuar që Kosova dhe Serbia t'u kthehen përpjekjeve për të krijuar një ambient për dialog mes palëve. Gjithashtu, në mënyrë të prerë implementimin e marrëveshjes të procesit të dialogut, duke thënë se do të ndodhë plotësisht dhe pa vonesa. SBA-ja e javës të fundit është duke insistuar në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që sipas tyre do të adresonte të drejtat kolektive të këtij komuniteti. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë në fakt se javën e kaluar Forca e Sigurisë së Kosovës nuk mund të hyjë në veri të vendit pa lejen e kryetarëve të komunave, por se kjo nuk qëndron. Në një komunikat të KFOR-it thuhet se vendosja e FSK-s në veri sipas marrëveshjes ekzistuese kërkon palçim paraprak të komandantit të misionit të KFOR-it. Aty thektohet se KFOR-i mund të angazhohet me përfaqësuesit legjitim të komunitetit lokal në veri të Kosovës si pjesë e këtij procesi të bashkëveprimit. Sa i përket forcave të sigurisë së Kosovës, vendosja e tyre sipas marrëveshjes ekzistuese kërkon pëlqim paraprak të komandantit të KFOR-it për të shkuar në veri të Kosovës. KFOR-i në përputhje me mandatin e tij mund të angazhohet me përfaqësuesit legjitim të komunitetit lokal në veri të Kosovës si pjesë e këtij procesi të bashkëveprimit, thuhet në komunikatën e KFOR-it të datës 28 dhjetor. Organizata e Traktatit të Atlantikut Verior, NATO, tha se nuk ka pranuar asnjë kërkesë zyrtare nga Kosova për shtimin e numrit të trupave në misionin e saj KFOR. Një zyrtar i NATO-s i tha KFOR-it se aktualisht ka kapacitetet e nevojshme për të ofruar siguri dhe lëvizje të lirë për të gjithë qytetarët, bazuar edhe në mandatin që ka. KFOR-i mbetet plotësisht i aftë për të mbështetur misionin në përputhje me mandatin e tij të Kombeve të Bashkuara. Ky qëndrim pason thirrjen e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili kërkoi që NATO-ja të shtojë numrin e trupave paqëruese në Kosovë pas tensioneve të fundit me Serbinë. Nga sporti vlen të veçohet marrëveshja në futboll mes ekipit të Dritës dhe trajnerit Arsim Thaçi. Skuadra e Dritës e ka zyrtarizuar trajnerin e ri të skuadrës. Pas dorëheqjes së Ardiano Hiu disa ditë më parë, skuadra futbollistike e Dritës tashmë e ka emëruar trajnerin e ri. Gjilanasit ka njoftuar se kanë arritur marrëveshje bashkëpunimi me trajnerin kosovar Arsim Thaçi. Drita dhe Thaçi kanë nënshkruar marrëveshje 1 vjet e gjysmë, ndërsa trajneri Arsim Thaçi së fundmi e ka drejtuar ekipin e Malishevës që po ashtu bën gara në elitën e futbollit kosovar. Në të kaluarën ai ka udhëhequr me flamurtarin e Prishtinës, si dhe Prishtinën, 2 ekipe nga kryeqyteti.